Varfëria ekstreme, rrogat dhe pensionet e ulta dhe mungesa e minimumit jetik ishin në fokus të tryezës së thirrur nga lideri i opozitës Sali Berisha me Departamentin e Çështjeve Sociale në Selim Blu. Gjatë fjalës së tij Berisha thënë se Shqipëria është i vetmi vend që nuk ka të përcaktuar minimumin jetik, ndërsa hodhi akuza se kriza e thellë ekonomike që ka përfshirë vendin vjen si pasojë e korrupsionit. Situatë është vendi vetëm që nuk ka të përcaktuar një minimum jetik. Zhvillimet e këtyre 12-13 viteve të fundit i shtruan shqiptarët nga qytetarët me rrogat dhe pensionet më të larta në rajon në qytetarët me rrogat dhe pensionet më të ulta. Faktor më themelor i kësaj rrokullisje të madhe të gjendjes së financave është korrupsioni, është vjedhja e fondeve publike dhe pasurive publike në këtë vend. Berisha u ndal tek pabarazit në shpërndarjen e të ardhurave në vend, me pasurimin e qeveritarëve dhe varfërimin e qytetarëve. Kontot bankare të qeveritarëve shkojnë qindra milion dhe vetëm Lubi Balluk ka disponuar gjatë periudhës saj 12 miliard euro. 760.000 pensionistë nuk mund të përballojnë në absolute mjekimin me ilaçet e përditshme. Është gjetur një formulë, mashtrim elektoral, 50 euro vota e tyre në zgjedhjet lokale, 100 euro vota e tyre në zgjedhjet e përgjithshme. Baronët e drogës me eurot që fusin edhe remitencat i po thuj përgjysmuan. Përballë kësaj situate, Berisha bëri thirrje për vendosjen urgjente të minimumit jetik 200 euro, i cili sipas tij duhet shënojë rritje çdo vit sipas dinamikës së çmimeve. Partia Demokratike ka shpallur dhe qëndron për vendosjen e minimumit jetik. Minimumi jetik është përgjigja më minimale, më e domosdoshme, më emergjente ndaj kësaj situate të krijuar, duke garantuar për çdo qytetar të këtij vendi jo më pak se 200 euro, pra një minimum jetik për 200 euro. Do mund të ndryshohet situata e dhimbshme në cilën ndodhemi sot. Berisha u zotua se qeveria demokrate përveç minimumit jetik do të vendosë edhe një sër masash sociale lehtësuese, përfshirë rritjen e pagave dhe pensioneve deri në 50%. Minimumi jetik do shoqërohet me një seri masash tjera sociale dhe duhet të njohë dinamikën e vetë, të rritet vit mas viti. Por minimumi jetik do shoqërohet me një rritje të madhe të rrogave dhe pensioneve. Qëndrojmë të vendosur e konsiderojmë emergjencë vendosje minimumit jetik. Ne nuk besojmë se nëpërmjet indeksimit përkundrazi, rrogat dhe pensionet duhet të njohin rritje të mëdha të vazhdueshme. Deklaratat kryedemokrati i bëri gjatë bashkëbisedimit me ekspertë të fushës, të cilët dhanë propozimet e sugjerimet e tyre për daljen nga kriza ekonomike.